Zbardhet ngjarje ndodhur në orët e para të mëngjesit të së shtunës në Vlorë. Policia përfundoi veprimet hetimore dhe dokumentoi plagosjen me mjet prerës të 39 vjeçarit banues në Malin e Zi. Ngjarja ndodhi rreth orës 4:30 minuta të mëngjesit të së shtunës në lagjen Ujë Ftohtë në rrugën Dhimi Tërkonomi. Në konflikt u përfshin shtetasit VK 39 vjeç banues në Malin e Zi, DS 23 vjeç dhe GP 26 vjeç banues në Vlorë. Sipas dëshmive të dhëna nga dëshmitarët në vendin e ngjarjes, nga veprimet hetimore, rezultoi se rreth orës 4:30 në lagjen Ujë Ftohtë, gjatë një konflikti për motive të dobta krejt banale, u shënua edhe kjo ngjarje. 39 vjeçari banues në Malin e Zi është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa burime pranë spitalit rajonal konfirmojnë se i plagosuri ka pësuar dëmtime të lehta, madje ai nuk gjendet në reanimacion, por në regjim spitalor, pasi gjendja e tij është e përmirësuar. Konflikti, sipas policisë, ka qenë i çastit dhe se 3 personat e përfshirë në të kanë debatuar fillimisht verbalisht. Sipas hetimeve të konfirmuara edhe nga policia, kemi të bëjmë me një plagosje të lehtë, por gjithçka ka ardhur pas një debati për motive krejt banale. Pra ishte një konflikt i çastit, ndërsa i dëmtuari ndodhet në Spitalin Rajonal të Vlorës nën kujdesin e mjekëve. Sheri ka qenë më shumë një moment i një gjak nxehtësie dhe as pak një plagosje me dashje, por gjithçka për motive të dobta, gjë që konfirmohet edhe nga vetë policia dhe grupi hetimor.